O Hoxh, ringjallet trupi apo shpirti? Duhet ta dim se Zoti i gjithësisë njeriun e ka kriju trup edhe shpirt. Kur njeriu ndron jetë, ndahet shpirti nga trupi. Vazhdon udhëtimin shpirti. Më pas, pra kur të ndodhë ringjallja, do të ringjallet trupi i njeriut. Allahu i lartësuar përmend në Kur'an ngjarjen e një personi i cili shkoi tek profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Shkon me disa eshtra në dorë duke i shkërmosh. Pra eshtra të vjetra. E thot, a do të ringjallen këto pasi janë bërë pluhur? Allahu i lartësuar thot në Kur'an, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Thuaj, i ringjall ato ai që i ka krijuar ato herën e parë. Pra, argument se do të ringjallet trupi i njeriut.